të gjithëve dhe mbi të gjitha faleminderit deputetëve të legislaturës së shkuar këtu në Tiranë, që nuk janë aktualisht deputet, por që janë sot të pranishëm, ndërkohë që në takimin tjetër do duhet që të ftojmë dhe të gjithë deputetet e qarqeve të tjera me banim këtu në Tiranë. Pas 7 muajsh pa një kryetar bashkie të votuar në krye detyrës, dhe po ashtu pa një kryetar bashkie të dënuar nga drejtësia lidhur me detyrën, u detyruam të ndërmarrim një hap të debatueshëm në raport me Erion Veliajin, por të detyrueshëm në raport me fatin e kryeqytetit të Shqipërisë. Këshilli Bashkiak miratoi dje shkarkimin e kryetarit në mungesë prej 7 muajsh për t'i hapur rrugë zgjedhjeve të reja dhe rindezjes me orë të plota të makinerisë së Bashkisë Tiranës. Janë thënë dhe janë llomotitur shumë gjëra lidhur me këtë hap, por nuk ja vlen të merremi as me ata të cilëve u ka rënë diella në kokë, as me ata të cilët e quajnë diktaturë kur shumica parlamentare detyrohet të kalojë në votimin e programit pasi i ndalohet t'ia paraqis programin kuvendit me metodat famkëqia të rrylave të fytit edhe të brylave në sallën e kuvendit, dhe as me ata që 3 herë rresht nuk e mundën dot Erionin me luftën e tyre patologjike, me kandidaturat e tyre politike dhe me karikaturat e tyre mediatike, që sot fryn gjokset me sebepin e një letre anonime ndaj një kundërshtari të lidhur duar dhe këmbë. Megjithatë, gjyqi i tyre prej telladhësh të tezgave të pazarit mediatik dhe të pasqyrave të gjykatave sociale është një temë tjetër, ashtu si kundër është një temë krejt tjetër edhe çekulibri i peshores së drejtësisë në rastin e kryetarit të bashkisë. Por qoftë tezgat dhe pasqyrat e gjysmë të vërtetave linçuese ndaj tij, qoftë procesi i drejtësisë për të, janë tema ku ne nuk mund të hyjmë si palë, sepse të merresh me kandidaturat dhe me karikaturat është humbje kohe, ndërsa të merresh me drejtësinë është humbje busulle. Tema jonë, si palë e përgjegjshme në jetën e këtij vendi, është që një histori drejtësie plot pikpyetje, pikçuditëse dhe pikpresje që s'dihet për më tepër sa do të zgjas, të mos e marrë peng pafundësisht kryeqytetin e Shqipërisë dhe punët e tij. Tema jonë si palë përgjegjëse në mbarvajtjen e punëve në këtë vend është që të adresojmë pa humbur kohë boshllëkun për ditën më të dëmshëm në krye të Bashkisë Tiranës, sepse Tirana nuk mund të gdhihet dhe të ngryset pafundësisht si një trup pa kokë, dhe qytetarët e Tiranës nuk mund të bashkëjetojnë pafundësisht me një bashki kokë putur, e cila duke mos pasur një të zgjedhur prej tyre në krye të saj, nuk mund ta ketë as legitimitetin demokratik për të udhëhequr ata drejt ardhmes.
Tema jonë si Partia Socialiste e Shqipërisë është që sot, krahas të gjitha punëve të tjera, të nisim punën për zgjedhjet e reja në Tiranë, ku me kandidatën e duhur, me vizionin, me ambicien, aftësinë dhe përkushtimin e duhur, dhe patjetër dhe me organizimin dhe mbështetjen e duhur, do të marrim rezultatin e duhur. Për t'i ridhënë lokomotivës Shqipërisë shpejtësinë e duhur, për Tiranën 2030 në Shqipërinë 2030. Më vjen shumë mirë që, siç edhe ju të gjithë besoj e keni konstatuar, kandidatura e Ogertës ka gjetur menjëherë mbështetjen e plotë të familjes sonë të madhe politike, ku të gjithë e çmojnë kandidatën tonë për Tiranën dhe janë të njëmendje për faktin se është radha e saj ta udhëheqë Tiranën me ambicien, qartësinë dhe qetësinë që e ka karakterizuar gjithnjë në të gjitha detyrat ku ka spikatur deri tani. Aq e fortë është me sa unë shoh mbështetja e Partisë Socialiste ndaj Ogertës, sa që është krejt pa interes se kush do t'jetë apo cilët do t'jenë kandidatët e saj rival, të cilët do të hynë në garë të humbur, por do të dalin nga gara edhe më të humbur. Edhe në anketimin që kemi bërë enkas ditë të fundit për Tiranën, është shumë e qartë që shumica dërmuese e qytetarëve nuk e kanë gjëkundi mendjen tek ndonjë rival i kandidates së Partisë Socialiste, po e kanë me plot drejt hallin tek problematikat që kërkojnë adresim dhe zgjidhje nga Bashkia e Tiranës. Duke filluar nga uji i pishëm, i cili si asnjëherë më parë në këtë periudhë është kthyer në problem. Është një problem i keq administrimit dhe për këtë arsye ne do të ndërhyjmë përsëri në drejtimin e ujësjellësit të Bashkisë Tiranës, ndërkohë që siç e kemi bërë me dije publikisht, një reformë shumë më e thellë dhe më gjithëpërfshirëse në aspektin e territorit të Shqipërisë, pra jo vetëm për Tiranën, ka nisur të marrë jetë duke u konceptuar paraprakisht si kundra kemi prezantuar së bashku me ministren për energjinë dhe infrastrukturën, drejt krijimit të një operatori kombëtar i cili do të funksionojë njësoj si operatori kombëtar i shpërndarjes së energjisë elektrike, me komponentin e prodhimit, me komponentin e transmetimit, me komponentin e shpërndarjes, dhe qeveria nuk do të qëndrojë më anash duke pritur dhe shpresuar që bashkitë të kryejnë shërbimin e duhur cilësor për qytetarët, por do t'ju bashkohet atyre, sepse bashkitë do t'jenë pa diskutim aksionere në këtë kompani të madhe publike, ama do të udhëheq duke marrë të gjithë përgjegjësinë për ecurinë e gjithë këtij procesi që shumë ka zgjatur, me thënë drejtën, duke pritur që të ngrihet në nivelin e duhur në të gjitha pjesët e territorit, duke u bazuar tek vendimarrjet shpeshherë të pakënaqshme, le ta themi kështu, në nivelin lokal. Do të krijojmë një kompani publike e cila ashtu sikundër edhe në fushën e energjisë do të jetë
e pozicionuar krejt ndryshe, duke filluar nga burimet njerëzore, të cilat nuk mund të jenë burime partie, po duhet të jenë burimet e kompetencës profesionale dhe teknike që mund të vërë në dispozicion të këtij komponenti të rëndësishëm jetik Republika e Shqipërisë. Qytetarët kanë shqetësim mbledhjen dhe trajtimin e mbetjeve, edhe për këtë jo vetëm për Tiranën, po për të gjithë territorin. Ka filluar si kundër dhe kemi prezantuar me ish ministren e turizmit dhe mjedisit që sot ka marrë një detyrë tjetër, procesi i krijimit të një autoriteti kombëtar, të një operatori kombëtar për trajtimin e mbetjeve, ndërkohë që patjetër që mbledhja e mbetjeve do të vazhdojë të mbetet